Transformimi i botës digjitale po e çon në rendin e ri botëror drejt projektit, drejt atij projekti që ata kishin projektuar vite më parë. Pse? Sepse do t'ju tregoj disa fakte që janë vërtet të çuditshme ku një pjesë e madhe e njerëzve nuk mundet që të shikojnë se me sa hapa gjigant po shkojnë drejt projektit, pra rendi i ri. Dhe dëgjojeni me kujdes sepse ndërkohë që gjithë bota merret me probleme, me 1 miliard probleme që ka, nga njëra anë luftrat, nga ana tjetër problemet ekonomike, nga ana tjetër probleme të ndryshme. Në të gjithë botën, pra nuk ka një vend që nuk ka probleme. Dhe ndërsa bota merret pra me problemet personale që e kanë detyruar që të merret me ato probleme, nga ana tjetër ka një grup njerëzish që po projektojnë, madje i kanë vënë në akt këto projekte që të shkojnë drejt rendit të ri botëror, drejt atij rendi që është projektuar thash vite më parë. Ndiqeni me kujdes kush është rastisht nëse nuk e keni bërë ende lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Atëherë duhet të dini që këtu diskutojmë për çdo lloj argumenti, por ky është një nga argumentet kryesore sepse kemi folur që në emisionet e para, pra të emisionit Enigma. Dhe duhet të dini diçka. Më dhem për çdo gjë sepse un jam popull, jam tamam si ju. Unë thjesht ato që di i them, më mirë të thuash pak dhe t'i thuash se sa mos të thuash fare. Kush e kupton, le ta kuptoj. Dhe doja t'ju thosha me këtë që është tepër e vështirë të qëndrosh në një pozicion, shumë e vështirë, në çdo lloj pozicioni qoftë ai. Dhe aq më tepër që sa më shumë shok dhe miq ke pranë vetes, aq më e vështirë është. Sepse në një moment apo në një tjetër jo të gjithë kuptojnë, pra problemin në fjalë, në këtë rast këtu. Dhe po thoshja, ky është një nga problemet kryesore, sepse teksa bota zihet, pra përplaset sa majta zgjatas për të mbijetuar, ka disa që kanë projektuar dhe vazhdojnë që të projektojnë të ecin drejt atij projekti për rendin e ri botëror. Çfarë janë këto projekte dhe çfarë përse po flas? Ndiqeni. Atëherë duhet të dini që padyshim keni parë që tashmë inteligjenca artificiale është ajo që ka detyruar, si mund thuhet, të gjitha rrjetet sociale të shkojnë drejt një objektivi. Dhe objektivi është pikërisht ky. Nëse e keni vënë re, kur hapni telefonat, çdo lloj telefoni, çdo lloj rrjeti social, çdo lloj websajti, shfaqen disa ose publicitete ose disa argumenta që të interesojnë pikërisht ty. E keni vënë re këtë apo jo? Dhe është legjitime, sepse kush ka për shembull një rrjet social, për shembull në këtë rast bie fjala edhe një çdo lloj rrjeti social. Dhe nëse ka bërë rrjetin social, e ka bërë për të mbajtur njerëzit aty. Mirë po, duhet të dini që ashtu siç e kemi thënë para ca kohësh, u mblodhën mjeshtrat më të mëdhenj të rrjeteve sociale. Dhe ata u futën në një dhomës, u takuan që të gjithë ishin rreth 40 dhe ata vendosën se si do të veprojë inteligjenca artificiale në vijim. Pra se si do të veprojë në rrjetet sociale, që të ishin që të gjithë dakord. Pra që të gjithë janë dakord për këtë. Atëherë lind pyetja kush është pas tyre, nëse janë të gjithë dakord. Dakordësia ku ishte? Ku qëndron dakordësia? Që ty ato që të interesojnë të shfaqen përpara telefonit tënd. Pra ty të pëlqen për shembull informacioni, shfaqen informacione, të pëlqen nadirmura, shfaqet nadirmura, të pëlqen dikush tjetër, shfaqet dikush tjetër. Pse po ja u them këtë? Bëni kujdes, o njerëz. Bëni kujdes, e them sepse ju dua që të gjithëve, një nga një, ju dua fort, sinqerisht po e them. Dhe pa ju nuk do të isha këtu. Unë e them disa herë, kur them ndonjë fjalë që mund ta them shpesh edhe me superlativa, sepse kështu jam i detyruar që ta them me superlativa, sepse jo çdo gjë mund të thuhet. Pikërisht pra sepse nëse kanë vendosur që të bëjnë diçka sipas projektit të tyre, atëherë pse do më lënë mua që ta them këtu? Më kuptoni apo jo? Kështu që ndonjëherë e them edhe në një formë tjetër që ta kuptoni. Pse? Sepse ndoshta dikush nga ju i intereson një informacion, nuk i intereson ai që i shfaqet. Përse po e them këtë? Sepse të detyrojnë, pra këto informacione që ti të ecësh drejt një rruge dhe ti je vetëm uni, i ai që je aty. Po me fjalë ai që të shfaqet informacioni, atë informacion ke, pra ti nuk zhvillon mendimin tënd. Nuk ke një alternativë. Dhe alternativa kush është? Duke parë pikërisht mua, një tjetër, pra duke u ballafaquar. Ky rrit inteligjencë sepse rrit informacionin. Mirë po kur të shfaqen të njëjtat gjëra, ti nuk bën gjë tjetër veçse je një klon i vetvetes. Më thoni nëse unë gaboj ose jo. Dhe tjetra që është akoma më e rëndësishme, nëse keni vënë para ca muajsh kanë filluar tani që të stërvisin robotat. Dhe çfarë bëjnë? U kanë dhënë këtyre indianëve sepse kryesisht e bëjnë një ndime që se janë 1 miliard e ca,
kush kërkon e merr këtë dhe një telefon e vë këtu tek balli dhe me atë telefon mund të duhet ta ndez të paktën një orë dhe këto filmime që janë live shkojnë në një server dhe ata servera i përcjellin nëpër servera të tjerë dhe nëpër robota që të stërvisin robotat. E dëgjohet mirë. Pra lëvizjet që ti bën, teksa je në shtëpi, teksa ecën, teksa flet, çdo gjë që ti bën, aksionet e tua i regjistron nga telefoni, sepse regjistron duart e tua, mund të regjistrojë edhe fytyrën, sepse varet ka disa që regjistrojnë edhe fytyrën. Pra mimikën e fytyrës dhe çfarë bën ti gjatë ditës. Dhe për një orë marrin parafërsisht rreth $2.50, parafërsisht në një orë. Dhe të gjitha këto të dhëna shkojnë në sistemin e inteligjencës artificiale për të stërvitur robotat. Do thoni jo po mirë, ç'lidhje ka atëre, shumë mirë është, dakord. Po robotat nuk do të jenë kurrë njerëz. Sado që ti vesh një tru elektronik, ai nuk do të jetë kurrë njeri. Po sikura ai robot të ketë marrë për shembull edhe gjeste të njeriut që janë ekstreme, vrasje, prerje, thika apo ku ta di unë. Pra ku shkojnë të gjitha këto të dhëna? Dhe çfarë do të ndodhi nesër, sepse një robot mund të përballojë 100 njerëz brenda një minute. Dhe nuk e përballon dot. As 100 njerëz nuk e përballojnë dot sepse është hekur. Dhe tani e di që dikush do thotë por evolucioni duhet të eci përpara, zhvillimi duhet të eci dhe inteligjenca artificiale po ashtu, njëkohësisht edhe robotat. Robotat do të jenë ata që në fillim, këta që do përdoren tani, janë ata që përdoren nëpër domestik, pra nëpër shtëpia. Dhe këta me kalimin e kohës pastaj do të bëjnë edhe robota ushtar. Po, polici, ushtar, madje edhe vrasës, killera. Dhe janë as që nuk e keni iden, milimetrik për çdo gjë. Tani lind pyetja se dikush kanë do thotë po mirë, shumë mirë është, sepse ka njerëz që merren me drogë apo janë agresiv apo ku ta di unë. Ne prej vitesh kemi jetuar në një botë që e dominohet nga njeriu, jo nga inteligjenca artificiale. Dhe inteligjenca artificiale do të drejtohet nga një regji. Dhe kjo regji nuk dihet se kush do ta ketë në dorë. Pra varet ai që do ta ketë në dorë do ta lëvrojë atë regji sipas dëshirave që ka. Pra ky është preokupimi i disa ekspertëve që flasin pikërisht për këtë zhvillim që ju thash që po shkon drejt projektit. Projekti i lobit është që sepse shikoni të gjitha këto serverat e inteligjencës artificiale dhe çfarë këto kanë disa mikroprocesor dhe ka disa klode, kështu quhen, që rregullojnë ose janë ata që bëjnë që se si do të sillet roboti. Dhe këta mikroprocesor dhe këta klodet, këto që mësojnë edhe robotët që janë më të rëndësishëm. Sepse roboti, si një hekur, nuk vlen asgjë. Por është ajo që ka brenda, pra lëvizjet që ai bën, të gjitha ato që ju thash më përpara. Pra klodi, lëvizja, stërvitja, fjalët, sepse do vi një ditë që do ta ketë edhe këtu. Nuk do flas me fjalë sine, por do ta ketë në formë robotike, si makina e Michael Knightit, dhe ti do komunikosh me të. Dhe po thoshja, e gjithë kjo është e një grupi të vetëm. Nuk është në pronësi të gjithëve. Ky është thelbi kryesor. Pra i një grupi të vetëm. I atij grupi, siç thash edhe më përpara, që po shkon drejt projektit. Dhe nuk dihet si do të sillet nesër. Pra mund me një buton mund të zhduk një njeri, mund të zhduk 10 njerëz, mund të zhduk edhe 100 të gjithë, ose mund të zhduk dhe të gjithë me një buton, ose mund edhe të çmendet vetë sistemi. Një ditë mund të çmendet, dhe të shkatërrojë çdo gjë, të vrasë çdo gjë. Nëse e keni parë, e keni parë edhe në filma si për shembull The Eagle. E keni parë filmin The Eagle që tregon që ishte një robot që kontrollon çdo gjë dhe në fund fare vret ku i intereson robotit, sepse kështu e kishin programuar. Pra, ky është problemi që po ngrin të gjithë ekspertët që janë larguar nga inteligjenca artificiale, megjithatë pas kërka një lob të fuqishëm që insiston pra në këtë inteligjencë dhe investon në këtë inteligjencë dhe e kontrollon këtë inteligjencë. Pra që do të thotë me kalimin e kohës nëse të gjitha të dhënat tona do të jenë pikërisht atje, pra në atë cloud, në atë database,
do të thotë që ai kontrollon secilin në mënyrë direkte. Unë ju them sepse ju dua fort dhe çfarë do të bëjmë, do thotë në njëri nga ju. Çfarë do të bëjmë? Nuk e di, diçka duhet bërë. Diçka duhet bërë sepse shumë shpejt shumë gjëra do të ndryshojnë. Megjithatë, me sa duket viti 2026, më falni, duket sikur është vërtet ai viti që do të ndryshojë shumë gjëra. Unë jam plotësisht i bindur për këtë, që populli sot apo nesër do ngrihet dhe diçka do të ndryshojë. Pres komendet tuaja. Ju përqafoj dhe diel të këndshme.